ka ndodhur diçka këto kohët e fundit me popularitetin tënd apo me... Jo, nuk besoj që ka ndodhur ndonjë gjë, përveç faktit që unë jam për herë të parë në Tiranë. Dhe kam qenë për shumë vite me radhë Poliçan, Berat, Kuçov, Urve Jugurore, pastaj në Divjak, në Lushnjë, në Fier. Edhe hera parë është që vinë në Tiranë. Mbase, nuk di. Ju sollën në fakt. Ajo, e qartë, më sollën domethënë. Po mbase them unë domethënë që kjo sjellja u perceptua, akti i sjelljes u perceptua keq. Dhe një pjesë e konsiderueshme e njerëzve morën edhe qëndrim përkundrejt këtij akti. Dhe përfituesi jam unë që u votova. Në krahun tjetër, besoj që ajo që unë bëj në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, pa ajo që bëj edhe në territor, ka një impakt të vetin tek njerëzit. Mbase njerëzit nuk janë mësuar ende që ta kenë deputetin në Tiranë në lagjen e tyre, ke rrugica e tyre tek pallati i tyre, tek një shesh që zihet, tek një lulishte, tek një pemë që sharrohet, kjo gjë bën përshtypje. Ka shumë kurreshti si ja dole ti në fakt, ju që të kaloni të sfidën e listës hapur. Ke një përgjigje, një... Me thënë drejtën, unë deputet jam bërë gjithmonë me vota, jo pa vota. Po këtë ishte pavarësisht se është listë e hapur apo listë e mbyllur, unë kam punuar si në sistemin magjoritar, dhe vazhdimisht kam pasur një qasje përkundrejt votuesit që në fund konkludonte me vota. Pra, përvoja ishte, me thënë drejtën unë fushat elektorale ditë bëj, dhe sidomos vetëm dita bëj akoma dhe më mirë, edhe të marrë pozicionin në raport me problematikën që has, jo thjesht në fushat elektorale, po edhe në ditët para, edhe në ditët pas, dhe vendosin marrëdhënie të vërtet me njerëz. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ti do realisht ta bësh atë punë, do ta bësh duke vendosur një marrëdhënie personale me njerëz. Kjo nga të tjerë njerëz konsiderohet si e keqja e madhe e ime. Pra duke vendosur një marrëdhënie personale e ke shumë të vështirë të largohesh nga ai territor. Pra ju kur takoni njerëzit, duhet ta kuptoj pak. Ta mbaroj fjalinë. Ose kjo lloj marrëdhënie personale që ti vendos me njerëzit, ja bën vështirë udhëzëve të të heqin apo të shkulin, apo të zhvendosin nga ai territor. Pra është kjo. Njerëzit mirë, çfarë si e krijon këtë marrëdhënie me njerëzit? Çfarë thua se ti nuk ke një pozicion, nuk ke duke shkuar dhe duke folur me ta. Shikoj, njerëzit jo gjithmonë duan një vend pune. Jo gjithmonë duan një ndihmë, jo gjithmonë duan, ku diun, një gjë personale të tyre. Ka edhe që kanë nevoja personale të cilat ti mund t'i përmbushësh. Fjala bie do një kopësh më të mirë. Ja, këtë kam hasur në Tiranë. Thot dua një kopësh afër punës, jo afër shtëpisë. Pse? Dal në mëngjes, e lë fëmijën në kopësh dhe kur kthehem e marr prapë. Që Tirana se ofron për gjithë këtë mundësi, që t'jemi, unë tani e kam kuptuar këtë gjë, që Tirana se ofron këtë mundësi për kopshin dhe për shkollën, për të gjithë njerëzit që sot janë më vonë për këtë. Kjo është një marrëdhënie që hyn deri në këtë detaj, që është detaj personal, është detaj familjar, po që i ndihmon jashtë. Çfarë keni kuptuar ju nga takimet? Ka një gjë që bashkon këta njerëz? Marrja e shërbimit. Të shtemiloj njerëzit duan shërbim. Shërbime. Pavarësisht nga mosha që kanë, janë të rinj, janë në moshë të mesme apo janë të moshuar, janë burra apo janë gra, kërkojnë shërbim. Kërkojnë shërbim arsimor, kërkojnë shërbim shëndetësor, kërkojnë shërbim infrastrukturor të territorit, të lagjes, kërkojnë ujë, kërkojnë energji elektrike në konstante me parametra optimal, që të ndizet çdo makineri që kanë në shtëpi e kështu me radhë. Pra njerëzit duan shërbim. Është shumë i rëndësishëm shërbimi. Dhe natyrisht shërbimi është një element kyç që lufton shumë fort varfërinë. Po pse ka munguar shërbimi? Pse mungon shërbimi? Tirana një qytet si Tirana. Shiko, shërbimi mungon për shumë arsye. E para mbi gjitha mungesa që vijnë drejt për drejt nga infrastruktura që e mundson shërbimin. E dyta, që është po kaq e rëndësishme, lidhet shumë qartë me paaftësinë e funksionarëve publik për ta ofruar shërbimin. E treta është korrupsioni.
për ta dhënë atë shërbim, po patjetër dikush kërkon haraç. Kështu që Pra ka një përgjegjësi. po patjetër që ka përgjegjësi. Po se mbetet si vështirë ti. Po jo, nuk është kështu. Okej. A po deshe të mos vendosësh atë marrëdhënie me njerëzit, thuaj që këto vinë nga qielli. Po deshe të vendosësh një marrëdhënie me njerëzit i vërtet. Mos i thuaj atë që ti mendon që ata duan të dëgjojnë nga ty. Jo, thuaj atë që ti mendon vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme për vendosje një marrëdhënie personale me njerëz. Në qoftë se bën ndryshe, po patjetër, edhe ai shkon në shtëpi, flet me të bien, me të birin, me temra thë më gjinjau. Keni krijuar një profil që edhe për ne është pak i pazakon, pse? Do thoshte unë jam vetvetja, unë jam ky që jam. Që kur filluat të shfaqeshit se mbas edhe interneti ndikoi këtu, ajo prerja e bukës u bë tërësisht virale, që fliset për bukën, ç'është kjo bukë, hahet kjo bukë. I ndodh njerëzve. Pastaj ishte kjo çështja edhe sfundmi me ato velet e rrushit për produktet vendase të tjera me shalqit në herë. Po tani, ju solli nevoja për të krijuar këtë profil të ri të munguar politikanit? Jo nevoja ime. Unë mund të bëja çdo lloj gjë tjetër, mos merresha me bukën, po të thosha që shiko se kjo buka në atë aspekt, kjo buka është produkt i qeverisë son, shiko sa e mirë është, ti më radh, po kush e beson këtë gjë? Domethënë zgjodha të them atë që njerëzit kanë hallë, pse nuk e bën që vetë njerëzit kanë problem. Pse vetëm ti? Ku di unë? Nuk e di. Unë kam vesin që shkoj bëj pazar vet. Pra shkoj vetë në dyqan. Edhe për ushqime, edhe për perime, edhe për bukë. Pra ju i dini çmimet. Po patjetër, se dyshoj që shumë politikanë nuk i dinë çmimet. Po ja thash dikujt në sallë parlamentit atë ditë që diskutu buxheti, se tha ju s'dini gjë fare. Është njëri që edhe sot bëri një gjë atje. Edhe tha ju s'dini gjë fare aty më aty, thua po më thuaj sa lek bëjnë domate sot. Jo, sigurisht do unë që nuk e din shumica. Po mirë, pra, domethënë është shumë e rëndësishme që ti kesh me këmbë tokë. Sa lek bëjnë domates? Sa lek bëjnë domates? Kujdo. I do këtu në blok, 2.000 lekë kilja. 2.000 lekë kilja. Pa, cilësia parë. 2.000 lekë kilja, këtu në blok. Është çmimi shtrenjtë? Këtu në blok. Tek tregu që është linear, tek shkolla Vasil Shanto e poshtë, gjen edhe 1.000, edhe 1.200, edhe 1.300. Jo varet nga cilësia. Cilësia mirë është edhe atje, por atje konsumatori, po i quaj kështu. Po se kjo është pika që ti e ke studiuar shumë mirë edhe njerëz. Nuk i them dot konsumator, po janë njerëz. Pse është më mirë? Është një kategori që është aq e ka fuqinë blerëse. Dhe ata tregtarët atje i përshtaten asaj këtë. Këtu në blok nuk paguan domatën, tu paguan dhe qiran. Pra paguan edhe qiran e atij shitësit që ka marr 10 metra, 20 metra aty me ata. I ka marr 10 metra, 20 metra. Qirat në blok janë shumë të shtrenjta. Dhe unë kur detyrohem të blej domate këtu, blej bashkë me qiran. Nuk blej thjesht produkt. Tani si koncept është i drejtë ky apo kështu funksionon ekonomia? Jo. Si duhet të ishte? Jo. Po për një kategori shërbimesh, se edhe ai shërbimesh, pavarësisht se shteti e ka derivuar tek privati, për një kategori shërbimesh, ashtu siç edhe për studentët, ka qira të mbrojtura, që i mbron qeveria. I mbron me subvencion apo i mbron duke mos lejuar kapërcimin e një tavani. E bën Spanja sot. Të gjithë për çmimet po thonë, Jo, çmimet jo, çmimet janë në varësi të këtyre kostove. Ama të qirave, po do t'i kontrollosh. Se unë nuk arrita kuptoj, pse duhet të kushtoj 4.000 euro, 5.000 euro metri katror aty? Pse për çfarë? Nuk i di. Jo, s'është tregu ky. Ky nuk është tregu, ky është abuzim. Unë e kam këtë gjë, ti do të shesësh këtu, po urdhëro bujrën, kaq është.